Krye protagonistja Rozeta Hajdari nuk dukej gjëkunde. Por dy kolegët e saj nga Ministria e Tregtisë, Irfan Lipovica e Hafiz Gara, erdhën në kohë. Ndërsa miku i saj, Ridvan Muharremi, veç u vonua. Shkak për këtë u bë përplasja e avokatit të tij, Mahmut Halimi, me gazetarën e Klan Kosovës, me që nuk i pëlqeu xhirimi me telefon para fillimit të seancës, ku klienti i tij bashkë me ministrën e dy të tjerë akuzohen për keqpërdorim me rezervat e shtetit. Me leje të kujt? Jemi në hapësirë publike. Me leje të kujt? Çfarë leje duhet? Do të më pyet mua. Fshija fotografi. Me njëherë mi fshi fotografinë. S'është fotografi është. Me njëherë mi fshi. Për ndryshe, çka ndodh? Për çka? Po çka ndodh për ndryshe? Me çfarë drejtë kje? Janë në hapësirë publike. Ky në fakt e huçi edhe sallën, por nuk është që humbi kush e di se çfarë. Kjo pasi gjyqtari veç po njoftonte që për shkak të mungesës së Hajdarit, seanca nuk mund të mbahet. E akuzuara Rozeta Hajdari nuk prezanton, për të cilën gjykata i ka dërguar ftesën përmes postës. Mirë po, deri në sot nuk kemi marrë ndonjë përgjigje. Ministria bëri me dije që ftesa nuk i shkoi, ndonse nga gjykata konfirmuan që atë e dorëzuan në post, qysh më datën 19 nëntor. Data e gjykimit ju kujtua ministrës edhe nga televizioni një javë më parë, kur u pyet nëse do të jetë në gjykatore me datën 10. Pas të caktuar datën e fillimit të shqyrtimit gjyqësor. Edhe një herë ta përsëris, kam të drejtën time të përgjigjem ashtu siç e kam përcaktuar agjendën e sotme. Arsyeja nuk që e njëjtë, por në seancën e së mërkurës nuk erdhi as avokati i Irfan Lipovicës. Nuk mund të prezantoj në seancën e sotme, pasi që paraprakisht ta marrë një ftesë nga gjykata themelore e fesë. Kurdo që grupi të kompletohet, këta do të deklarohen a e pranojnë apo jo fajin që duke keqpërdorur rezervat e dëmtuan buxhetin e shtetit 3 milion euro. Për këtë çështje, dëshmi do të ftohet të japë edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, pasi në aktakuzën 106 faqeshe të prokurorisë speciale. Emri i tij figuron në listën e dëshmitarëve.